Dua të njoh babin. Alban që 4 muajsh në bark. Kujta mami tha kam ngelur shtatzame, i qita. Do i thoja se me ke bratisur, cila ka qenë arsyeja. Kam qef ta takoj, ta përqefon mirë, babin. Paktën për file vetë të vinë të paktën ta takonte, jo për mua as du më taku fare. Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video. Jeni live me Odetën. Ditën e sotme në live intim unë do ha dritaren për një vajzë e cila është në kërkim të babait të saj, quhet Elisa Hidershaj, dashur miq, e cila fatkeqësisht është braktisur nga babai që kur ai ishte në barkun e nënës. Një histori dashurie e bukur e dy prindve të saj të ndodhur këtu në kryeqytet, por që pati një ndarje të hidhur dhe vajza erdhi në jetë. Sot është 18 vjeç dhe nuk e njeh babain e saj biologjik. Ajo do na i rrëfej të gjithë histori dhe padyshim do ketë një mesazh për personin që e solli në jetë e braktisë. Kështu që e ftoj më njëherë Elisan. Elisa, përshëndetje nga Tirana. Përshëndetje nga Durrësi. Më ke telefonuar dhe ke kërkuar që të ndash historinë tënde. Po. Ju si fillimisht dua të pyes, keni ndonjë problem? Po, jam 17 dhe për 18 vjeçë. Mbush 18 vjeç. Po, dhe 2 muaj. Edhe 100 vjeç u bëfsh. Faleminderit. Edhe dua të njoh babin. Ti nuk njeh babin tënd? Jo. Por si është historia? Si e di ti historinë e prindërve të tu? Si që më ka thënë mami, që më kalën që 4 muajsh në bark. Si quhet babi jote, di emrin? Po, Alfred Murati. Dhe nga është Alfredi? Nga më origjinë është nga Dibra, edhe nga jeton në Greqi, në Selanik. Ashtu ka marrë vesh që jeton. Të bëj një pyetje? Po. A të dorën pse e lëviz, ke emocione? Po. Çlirohu pak, çlirohu rrin çik mirë. Por pse ke emocione ti? Kokë. Qetso, mos ke emocione. Mendoj që jemi të dy amikesha të vjetra dhe po flasim. Unë i bie ti je mami jot në mosh, sepse unë e kam djalin 1 vit më të vogël se ty, kështu që i bie ti je mami jot. Me mamin je aty? Jo, unë jam të shtëpia e burrit. Pse ti je martuar? Jo, jam bashkëtoj. Zemër, po sa e vogël. Mirë, do të pyes, por flasim për historinë e babait. Vetëm më premtoj që s'do kesh emocione dhe do jesh e qetë në të gjitha atë që do flasim bashk. Sepse emocionet të bllokojnë. E di. Edhe unë nuk dua që ti të bllokohesh në këtë intervistë, dua që të flasësh lirshëm. Nëna dhe babai juaj janë ndarë, divorcuar kur ajo ka qenë shtatzën me ty. Jo, vetëm janë shto, i ka thënë ai, i ka thënë që iqe, se nuk e dua. Por kanë qenë të... Mami im ka thënë nuk e heq. Por mami dhe babi juaj kanë qenë të dashuruar apo të martuar? Jo, të dashuruar. Do ma tregosh historinë si ta ka treguar mami, atë që ti di për babin? Po. Babi juaj është nga Dibra, po nëna juaj? Nga Skrapari me origjinë. Nga vendlindja ime. Atje ka lindur mami. Në çfarë vendi të Skraparit ka lindur mami? Në Rovic. Në Rovic? Poshtë fshatit tim. Me mbiemri i Dërshan. Unë nuk do të pyes, se do dalim bushurira në të dyja. Është e sigurt. Në atë zonën andej kam gjithë kushurinjun, kështu që nuk do të pyes më me detaje. Po si quhet mami? Gashe i Dërshan. Ku jeton sot mami jot?
në Tiranë. Është e martuar? Jo, Ka ardhur në kryeqytet edhe i jeton. Mami është nga Rovica. po nga Reovica. Nga Rovica e Skrapari, ndërsa babai nga Dibra. Por si janë njohur ata të dytë? Ka treguar mami? Po, të pallati me shigjeta. Te pallati me shigjeta janë njohur? Po, mami jeton të konviti dhe babi punë nëntë ndërtimte aty të shkolla të teknologjike. Te shkolla teknologjike, po këtu në Tiranë, ndërsa mami jot ka qenë në konvikt atëherë, se vazhdonte shkollën, besoj. Po, të shkolla teknologjike. Po, te shkolla teknologjike fiks te pallati me shigjeta, jemi në rregull. Po, po. Ka qenë një njohje që sa zgjati, çfarë të ka treguar mami? Zjati nga një vite gjysëm dhe u dashuruan kështu. Por pse nuk u martuan, apo ishte një marrëdhënie që nuk ishte destinuar të përfundonte me martesë? Jo, ai nuk e... Kujta mani tha kam ngequr shtatzane, i qeta. Pra ai nuk e donte një fëmijë në atë kohë? Jo, nuk e donte dhe ishte më i vogël se mami. A, ka qenë më i vogël në moshë se mami juaj. Po, dhe ka gënjur për moshën. Mami juaj aktualisht sa vjeç është? 45 vjeç e bën. 45 E vjeç. kam qërqar me mua, e ka. E kam e ty... Ditëlindje. Sa mirë. Po babi sa vjeç i bie ti jetë? 41 duke. Babi 41 vjeç, i bie të kenë pasur diferencë 4 vite. Po, Në momentin që babai kërkoi ta ishte fëmijën, mami tha nuk e ishta, do e majta, vuk me vaj me krypta ajon, vuk me vaj me krypta e fëmija, tha. dhe çfarë ndodhi më pas? Çfarë të ka treguar mami? E pas më rriti. Ai e braktisi, babai juaj biologjik. Tisi. I erdhi ka ardhë buri i Allës. Po. U isha unë nuk di sa mua e isha. Po. Edhe ngjan shumë, i ngjan goca Fredit. Pra ti i ngjan babait. Po, unë ngjan. Ndonjë fotografi të babait ke arritur të gjesh ta shikosh? Po, në Facebook, po. Në Facebook ke arritur ta shikosh? Po, ka dhe 2 motra. Oh, Ka una. ke dhe 2 motra? Nga babai. Po, nga babai. Dhe më vjen mirë dhe uroj që të lidhesh sa më shpejt me motrat e tua. Por e dashur Elisa, në momentin që babai e braktisi nënën, nëna u kthye në Rovicë? Jo, aty në Tiranë. Në Tiranë, ajo e vetmet ka rritur? Po, Por besoj që ka qenë mbështetje gjyshi, gjyshja, njerëzit nga ana e mamit. po nëna. Ata e kanë pritur mirë këtë lajm, ardhjen tënde në jetë në atë kohë, apo ndoshta E ka pritur nëna ndonte. e Ose gjyshi ka vdekur që ku ka qenë mami 3 vjeçe. e qartë, gjyshi është larguar nga kjo jetë. Por unë dua të pyes, si ka qenë jeta juaj me nënën në Tiranë, fëmiria juaj? E vështirë. E vështirë dhe e besoj, një nënë e vetme Po. që besoj keni jetuar me qira. Jo, të konvit. Në Atë të konvitit, të panga të gjertorizë. te konviktit e teknologjiku ka jetuar mami dhe kur të lindi ty? Po, aty. Sa vite jetuat aty? Gjeku isha në plasa 4, Por më pas, ku shkuat? shpi me qëra. Shtëpi me qira. E kuptoj, pra jeta ka qenë e vështirë dhe sidomos për një nën që është e vetme, duhet punoj, të laj qiran, dritat, ujë, të kujdeset për vajzën, padyshim që zonja Gashe e ka patur shumë të vështirë. Po, Por për gjatë kohës që ti po rriteshe, babai juaj nuk erdhi asnjëherë të takonte? asë njerë që të ndje vite, nuk e ka
takuar, kam qef ta takoj, kam qef. E ke kërkuar e dashur? I kam shkujtur dhe nuk ka bërë frencë, nuk ka ashtu. Nuk të ka pranuar? Ja. Më lejon të pyes mesazhin e parë që ja dërgove babait momentin që e gjete në rrjetet sociale në Facebook, çfarë i shkruajte? I kam thënë që ti ke 2 goca, më ndoj për ato gocat e tua, si do, po të ishin ato, si do ishin rritur ato pa baba. Më ndoj për ato 2 gocat. Dhe ta kthej kokën pas që të ka dhe ty. Po, ta kthej kokën pas që më ka dhe mua. Sepse ti e ke bërë për herë të parë baba, besoj. Po, është gëzimi parë. Por me njerëzit e babait je munduar të lidhesh? Jam menduar të lidhem atë xhaxhain e babit. Po. Ai i kam shkruar ti mendo për fëmijët e tu si do ishin ato pa baba. Mund të ma japësh numrin të lutem? Ma ka bërë blok. Pra ti i kërkove numrin e babait tënd që të flisje dhe ata të bllokuan. Pa i ma ka bërë blok. Së më shkujti fare. Dhe mua më vjen keq, sinqerisht, që këta njerëz sillen kështu, ku mbi të gjitha ti ke ardhur në këtë jetë nga 2 prindër, ku babai të ka braktisur dhe të ka mohuar që ditën e parë që mësoi që ishe ngjizur në trupin e nënës tënde dhe kjo është një fatkeqësi. Por unë uroj dhe shpresoj që ditën e sotme zëri jote të dëgjohet, zoti Alfred Murati nga Tibra, i cili jeton në Selanik, të na ndjeki dhe të reagoj, të telefonoj dhe të flasi me ty. Së është gjë më normale që ai mund të bënte, sepse unë jam e sigurt që në jetën tënde, dashur Elisa, të ka munguar figura e babait. Po, ma ka munguar. Jem e revoltu nga ai. Je e mërzitur nga ai? Po, jam. Pse të braktisi? Po, dua ta di që pse më ka braktisur, që ai kam bërë. Nëse ti do ta kishe përballë sot, siç më ke mua, Po, çfarë do i thoshe babait tënd? do i thoja pse më ke braktisur, cila ka qenë arsyeja. Ti këtë gjë kërkon nga babai apo kërkon të lidhësh kontaktet dhe ta kesh pranë jetës tënde? Të lidhem të përqefon mirë, babin. Të ka munguar ai përqafim. Po, Dhe mua më vjen shumë keq. Sinqerisht. të kem kontakte, unë vetëm duhet të mangjeni. Prandaj jemi të dyja zemër sot këtu në këtë live, Po, që zëri jo të dëgjohet dhe ai babai jot jam e sigurt që ndoshta nuk mund të na ndjeki në këtë live, por familjar do ta njoftojnë momentin që emisioni është në kanalin tim në YouTube dhe ai do hyj do e shikoj dhe uroj që të ketë një reagim, mbi të gjitha të ndërgjegjësohet, duke ditur që është bërë baba, ka sjell në jetë 2 vajza të tjera, të mendoj që ka dhe një vajzë që e kanë lënë. Ai s'ka njohur asnjëherë, por i e gjaku i tij. po, Dhe momenti më i vështirë në jetën tënde ka qenë, besoj, kur babai të bllokoi në rrjetet sociale në Facebook dhe nuk t'u përgjigj kur ti i shkruajte. ja. Jo, s'me ka bërë fare friends. Nuk të ka pranuar. Ja. Por ti nga profili ti, nga fotot mësove që ishte martuar dhe kishte 2 vajza të tjera? Po, Ato janë më të vogla se ty motrat, normalisht. besoj se po. A ngjan me motrat? Gjajnë me pak nga atë të madhe. Por motrave nuk more guximin t'ju shkruaje dhe të flisje me to?
I kam kërku në Instagram, në Facebook, që janë rrjete sociale, nuk kam. Nuk kanë. Ja. Dhe sigurisht, ti ende s'ke mbushur 18 vjeç, për 2 muaj mbush 18 vjeç, ato janë më të vogla, kështu që ndoshta nuk kanë rrjete sociale për shkak dhe të moshës së tyre të vogël. Njëra mund t'jetë 7 vjeçë, tjetra nuk e di sa vjeçë mund t'jetë. Gjithsesi janë më të vogla se ty dhe kjo është e kuptueshme. E dashur Elisa, a ke folur me nënën tënde që e ke gjetur babain në Facebook, i ke shkruajtur, i ke treguar nënës tënde për këto? Po, i kam shkruajtur. Çfarë të ka thënë? I kam thënë, është e drejta jote që ta njofësh babi, ose të pangoj. Por kur ai të refuzoi, çfarë të tha nëna? Mos u mërzit, nuk kemë, ka thënë. Dhe është gjëja më e rëndësishme për ty në këtë jetë, nëna. Po, Sepse ajo të mbajti 9 muaj në bark, kur partneri i tha hiqe atë fëmijë, ajo bëri gjithçka që ti të vije në këtë jetë. Unë jam e sigurt që atë ka rritur me shumë sakrifica. e vërtet. Ajo ka qenë pranë teje dhe vazhdon të jetë pranë teje, kështu që Po, pika më e dobët në jetën tënde ajo është dhe do mbetet, jam e sigurt, nëna jote, zonja Gashe. po, Nuk e njoh zonjën Gashe, por nga kjo që ti po më tregon ditën e sotme, duke parë dhe imazhin tënd, që je një vajzë kaq e brisht, faleminderit. kaq e sinqert, kaq e mirë, mendoj që këto virtyte i ke marrë nga nëna jote. Po, Edhe edhe ajo nga gjyshja. edhe nga gjyshja, nga rrënjët e nënës. Por duke ditur që një grua si nëna juaj që është dashuruar në Tiranë kur ka qenë studente dhe u braktis nga partneri dhe vazhdoi jetën e saj me shumë sakrificave, e imagjinoj unë të paktën që dhe ajo do ketë qenë një vajzë, jo adoleshente, ka qenë e re atëre në rininë e saj, një vajzë dhe ajo e brish si puna juaj. 25-26 vjeçë ka qenë. Kur është dashuruar me babain tuaj. Jo, ku më ka lind, Kur të ka lindur ty, ka qenë 25 vjeçe. Kur është dashuruar me babin, do ke qenë 23 apo 22 vjeç, jo më shumë. E sigurt për këtë gjë. E dashur Elisa, por nëna juaj pas kësaj ndarje historie, kjo dashuri që përfundoi jo mirë, nuk u martua kur, zonja Gashe? ja, Ajo jetën ta dedikoi ty? po, mua më dedikoj. Por sot jeton e vetme, zonja Gashe? Jo, jeton me tezën dhe me kushërirën. Kanë marrë një shtëpi me qira dhe jetojnë të treja. Po, Ti sot je e martuar dhe ke krijuar familjen. bashkëtoj. Mirë, bashkëtesë, do njëherë martesa është thjesht ajo ana ligjore që firmosi një dokument dhe quhesh e martuar, por është e njëjta gjë si bashkëtesa. Pra ti ke një partner, ke krijuar një familje dhe dashur apo pa dashur, po rritesh. Po, po. Ke folur ndonjëherë me nënën pse ajo nuk e vazhdoi jetën e saj? Kaq shumë e ka dashur babin tënd sa e mbylli jetën me atë histori dashurie? Ka folur. E ka dashur. Ai të vazhdoj të jetën e vetë, ka thënë. Mos ja prish familjen. Më ka thënë mua, edhe kështu. Nuk të rësë për atërnë, po për ty ai duhet të përgjigjet, ka thënë. E qartë, dhe kjo është e vërtet. Ai duhet të ishte përgjigjur për ju. Dhe Po, duhet ishte përgjigjur për mua. që kur ti erdhe në këtë jetë, por fatkeqësisht ai nuk e ktheu më kokën pas, krijoi familjen e vet, është martuar, ka ikur në Greqi, jeton në Selanik dhe më vjen keq që e ka bërë këtë lloj veprimi. Por... Por jeton në Selanik. po, dyshohet që jeton në Selanik, këtë informacion ma dhe ti e dashur Elisa.
Por ajo që mua më dhimbse në këtë histori e para e ti, që kërkon babain dhe se nuk e ke dëgjuar zërin e tij, nuk e ke ndjer përqafimin e tij, nuk e ke ndjer puthjen e tij. Një këshill të tij. Dhe e dyta që më vjen keq në këtë histori është nëna juaj që humbi një dashuri dhe sot ajo nuk ka krijuar familjen e saj. Më vjen shumë keq për këtë gjë. Ti nuk e motra dhe vlezër nga nëna, vetëm 2 motra nga babai, atë që ke zbuluar. Po, nga babai, po. E dashur Elisa, po të pyes pak unë si e njohe këtë partnerin tënd, ai sa vjeç është? 21 vjeç bën. O, sa të vegjël që jeni. Po ai nga është? Nga Fieri. Nga Fieri. Si u njohe, sa kohë keni bashkë? Jemi nga 1 vit e gjysmë. 1 vit e gjysmë. Sa keni që keni nisur bashkëtesën? 1 vit e gjysmë. 1 vit e gjysmë. Por njohje në total sa keni? Afërsisht 2 vite dhe më shtator. 2 vite, edhe 100 vite, edhe u plakshit bashkë, u bëfshit prindër me shumë fëmijë dhe gëzofshit. Por si u njohë me partnerin? Do ma tregosh të histori dashurie? Në Snapchat. Në Snapchat? Po. Besoj që ishte ai i pari që të gacmoj. Po. Më pas, ti ke jetuar me mami në Tiranë, në kryeqytet. Po. Këtu ke lindur dhe këtu je rritur. Po, në Tiranë. Kam lindur dhe jam rritur në Tiranë. Jeton me partnerin në Durrës. Po. Jetoni të dy vetëm? Jo. Me gjithë prindrit e tij. Po. A je në një çik nuse mirë? Po. Sepse besoj mami jot nga Skrapari, grad nga Skrapari, se i bie të mbroj vendlindjen time unë në këtë rast, por grad nga Skrapari janë një koqire dhe meraklie për shumë gjëra. Dhe besoj që nëna të ka mësuar gjëra. Po. Kështu që je nuse mirë. Po. Më vjen mirë. Por ma tregon çik Elisa historinë tënde të dashurisë. U takuam në lokal. Në Tiranë. Po, në Tiranë. Por nëna jote zonja Gashe si e priti? Ai tha se nuk doja t'ia thoja. Dhe si e priti, se besoj ka menduar që vajza është e vogël, nuk është akoma për të krijuar një familje. Po, i ka thënë. Që ajo bë qefi që ai e takovi mamin tim. Dhe çfarë i tha dhëndri, se dhe ai i vogël në moshë? I tha, unë e dua, nuk e dua për putallur, e dua seriozisht, i tha. Por mami jotë ra dakord? Po. Por që e martuar, Jo bë shumë qefi. që ke nisur bashkëtesën e vogël e ke nisur, Po. shumë e vogël, por shkollën e mbarove gjimnazin? Ja. Por Da pse? në shtoj. Pse e le shkollën? Po, lash. Unë të këshilloj që ta vazhdosh, ta mbarosh gjimnazin të paktën, Po. sepse burrin të ta kesh gjithë jetën. Por shkolla ka një kohë të caktuar, ka një moshë E di. që duhen kryer disa gjëra, çdo gjë bëhet me moshë. Po iku mosha nuk bëhen ca gjëra, kështu që të këshilloj që ta mbarosh gjimnazin të paktën. Po. Elisa, por në momentin që zonja Gashe ra dakord për djalin, për dhëndrin, çfarë ndodhi? Ju menjëherë nisët bashkëtesën, ai të mori në shtëpi? Po, më mori në shtëpi. Ai nga Fieri, por që jetonte me familje në Durrës. Jo, jeton të Durrës. Po pra, në Durrës. Po. Por nëna babai ti si e pritën këtë bashkëtesë? Se dhe ata djalin të vogël e kanë mos, e kanë të madh. 21 vjeç ai, para 3 viteve ai 19, 18 sa ka qenë? 19. 19 vjeç i vogël, si e pritën ata? Shumë mirë, ju bë qefi të keni jetën. Por unë jam shumë kurioze të di,
Ngrihesh herët në mëngjes ti, i bën kafe në vjerrës? Ja. E mirë që nga vjerë moderne ajo jotja. Jam i sigurt e bën vetë kafen. Nuk është nga ato vjerat që se besoj edhe vjera duhet jetë e re në moshë, djali 19 vjeç e ka. Po. Por si është jeta me një partner? Shumë mirë. Duke krahasuar jetën që bëje me nënën tënde. Shumë mirë është. A mund të më përshkruar si është një ditë e jotja aty në Durrës? Qa mëngjes, dhe i punët, dhe i gatimi. Pastaj vjen vori nga puna dhe kështu. Është jeta juaj. Po, Momentalisht ti nuk e gjetur një punë të punosh. jo. Dhe Atëherë, vazhdoj, po. e dashur Elisa, Po, më konsidero sikur ti jem zonja Gashe. po, Besoj kështu më konsideron. Duke marrë parasysh moshën, unë jam si nëna juaj. Unë t'i jap një këshill, e ta jap sikur ti je vajza ime. po, E rëndësishme është që të mbarosh shkollën, të regjistrohesh aty në Durrës, qoftë edhe me korrespondencë, ta mbarosh gjimnazin. po, Dhe pasi të mbarosh gjimnazin, padyshim që ti je më e rritur në moshë pastaj, do nisësh një punë, do jetosh, do bëhesh nën, do sjellësh një jetë fëmijët e tu, do jesh e lumtur, por jeta kështu është e ndërtuar. Disa gjëra duhet i kryejmë në kohën e dur dhe mos i lëm për gjysmë, sepse do na duhen. Dhe shkolla është e sigurt që do të duhet në jetë. Por bashkëshorti ka mbaruar gjimnazin, besoj. ja. Asa i? Edhe Ja. ai e ka lënë. Por çfarë punë e bën bashorti? Ndër shtu me ato fytyrë lavatrice të goteku. E qartë, okej, punon. Uroj ti e djalë punëtor. Po, faleminderit. Por mami të vjen të viziton aty në Durrës? Jo, se ka punën dhe kështu. Iki dhe unë shpesh. Shkon dhe e takon. Po, Por kur të mbushësh 18 vjeç, unë besoj që do bësh dhe martesën ligjore me partnerin. jo, qikoj, jemi afamatër. Okej, unë të uroj fat dhe lumturi me këtë partner, të jeni të lumtur në bashkëjetesë dhe të dy të rritur, të vendosni më pas nëse do bëni një martesë ligjore apo jo, por uroj të përfundoni në martesë ligjore. Faleminderit. Por unë jam i sigurt që këtë histori për pjesën e babait që të ka braktisur që kur nëna ishte shtatzën, partneri jote e di. Po, Por ai është mbështetja më e madhe që ti ta gjesh babain. po, po. E ke menduar të udhëtosh drejt Selaniku dhe të vesh ta gjesh? Nuk e di? Sepse ti e di brane nga babai. Po, do nëmë për nga skrapari. Po, mami nga skrapari, ndërsa babai nga Dibra. E dashur, ai nuk të ka njohur as atësinë. Asa të sinjo. Ti mban mbiemrin e nënës tënde. Po, i dërshan. Por për atësi, çfarë emri ke? Vetëm se ka shkujt mami shtu e menatit, se i thënë ato të Alfred. njësis edhe kaqë. Pra, ti e ke emrin Alfred, të atësisë e ka vendosur nëna, por që ai nuk ta ka njohur këtë gjë. Por nëna juaj, pse nuk ju fut rrugës ligjore për të kërkuar atësinë? Kur të bëjmë të një vjeqe, kemi një avokat. Sepse ajo të ishte shprehur përpara që nuk donte t'i prishte jetën dhe familjen atij personi, dhe padyshim që ajo nuk ja ka shkatruar jetën dhe familjen, shkatroi veten e saj, ai e vazhdoi jetën, ai është i lumtur me atë që ka krijuar. Është i lumtur. Kurse nëna juaj, Nuk t'ja prish, le të vitën të takojnë atë, e gruan që
ka tashi, ose me i WhatsApp. Vetëm t'jem mirë që të takoj. Dhe nëse nëna juaj, që kur ti ishe e vogël e dashur Elisa, ti ishe drejtuar gjykatës për të kërkuar atësinë, ai ndoshta nuk do të dhuronte dashuri gjithjetën se të ka mohuar, por aman do të njihesha atësia në mënyrë ligjore dhe ai do paguante detyrimin ushqimor çdo muaj për ty, nëse nëna juaj do ta kishte bërë këtë gjë. Por ajo nuk e bëri kurrë dhe ti mbushet me 10 tani. E kërkoj dhe vetë të një vjetë që me po ashtu avokat. Duhet avokat. Elisa, Se tani ti mbush 18 vjeç. Jo, tani ti mbush 18 vjeç dhe ajo që po thosha unë ishte poshtë moshës 18 vjeç, që do të thotë ai do të pagonte paran detyrim ushqimor kur ti ishe fëmijë. Sot i mbush 18 vjeç dhe pas moshës 18 vjeç nuk pagohen më këto para sepse quhesh e rritur. Por sot ti e kërkon atë sepse e ke baba dhe të mungon figura e tij. Por e ke menduar e dashur Elisa nëse ai do reagoj pas këtij live-i dhe do të mohoj për së dyti herë, e ke menduar këtë gjë? ja. Unë nuk dua të mërzis, të lëndoj, por dua dhe të përgatis nëse ndodh kjo gjë, se ndoshta ai mund të më telefonoj mua dhe të më thoj që unë nuk kam vajzë. A dënoja pasaj? Jo, Adeneja mund të vërtetoj që ti e vajza e ati, por ai mund të thoj që unë nuk dua të kem kontakte me atë fëmijë, e ka mohuar që kur ishte në barkun e nënës dhe nuk dua ta njoh. Po. E ke menduar këtë gjë? Edhe po? Dhe i thoja, okej, vazhdo jetën me gruan dhe me fëmijët, unë se kam problem, jam rritur dhe pa ashtu babajn dhe është rrugën drejt. Ja kanë dënë Zotit të më kaq. Unë uroj që mos të ndodhi kjo gjë. Uroj që ai të ndërgjegjësohet pas 18 viteve dhe të mendoj që ka një vajzë, por dua zemër dhe të përgatis që mund të ndodhi dhe kështu, dhe ti e the shumë bukur, unë jam rritur pa baba dhe ndoshta mund të vazhdosh të rritesh pa baba. Po. Por ajo që vura re tek ty, ishe shumë e qeshur kur më the kam 2 motra dhe the me një lumturi shumë të madhe. Të ka munguar familja me motra, me vlezër. Po. Por nëse 2 motrat e tua do i kishe përballë, ato janë të pafajshme në këtë histori. Ato janë të pafajshme. Janë si ju, si ti që je e pafajshme dhe ato të dyja janë të pafajshme. Por nëse ato 2 motra ndoshta mendojmë që nuk e din këtë historinë, babai tyre nuk u ka treguar që kanë edhe një motër më të madhe, dhe ato mund të shokohen kur ta dëgjojnë këtë histori që kanë një motër. Po. Nëse ti do i kishe përballë motrat e tua, sikur më ke mua tani, por atyre çfarë do i thoshe? Ju s'keni faj, po deshët ju, e vazhdojnë kontaktin, do i takoja, po s'kam faj, ato janë angjëlt. Do i peqakoja, do bështja më tërë e madhe për ato. Zemër, the fjalë shumë të bukura. Po. Dhe Zoti ta ndriçoftë ditën, rrugën tënde, gjithçka. Faleminderit. Dhe qofsh vajza më e lumtur në këtë botë, uroj me zemër këtë gjë. Po. E dashur Elisa, i ke thënë nënës që unë do hyj në live me Odetën dhe do kërkoj babain? Po, i kam thënë që i kam shkujt të... Po, Çfarë të tha? deshe ta li. Okej, po deshe ta li dhe me mami? Po mund ta fusësh dhe mamin. Do habite zonja Gashe kur na shikoj.
Por ti e ke njoftuar dhe i ke thënë që do jem live me Odetën dhe do kërkoj babin. Ajo është në djeni për këtë dhe ke bërë shumë mirë që e ke njoftuar, sepse këshillat më të vlefshme dhe më të sinqerta përveç nënës nuk do t'i japi askush. Mos është mami në punë? Nuk e di. Edhe e pengojmë, por e presim. Nëse ajo do jetë e lirë, do na përgjigjet. Nëse do jetë në punë, sigurisht që nuk do na përgjigjet dhe ne nuk duam ta pengojmë zonjën Gashe, sepse unë do doja që ditën e sotme e hapi. Ja, Zonja Gashe, përshëndetje. Përshëndetje. Po të kam e di nga jeni juve, nga skrapari, jeni aty afër. Ka një Me fshat. kë? Zonja Gashe, ti je nga Rovica? Po, nga Rovica. Unë jam nga Çepani. Që kemi patriote. Jemi patriote dhe komshie. Zonja Gashe, vajza juaj, që ta kesh me jetë e ke si drita Elisën, hyri këtu në live me mua sepse kërkon babain e saj. Po. E dashur Gashe, ti ja ke treguar historinë vajzës dhe nëse më lejon dua të pyes. Po. Bëj 100 pyetje, nuk e kam problem. Kur ti solle në jetë vajzën, ai të braktisi? Po. Të braktisi pse? Nuk donte një fëmijë me ju apo ishte një marrëdhënie që ai nuk donte ta çonte në martesë? Nuk ishte, domethënë, që ku më river, që unë isha shtatzënë, ai iku, u shput. Domethënë, nuk donte që të vazhdonte më lidhjen me ju. Por kur ti linde vajzën, e njoftove që vajza erdhi në jetë? I kam një e din, domethënë se kishte ca njerëz aty ai dhe e dinin, e kanë lajmëruar atë që është bërë me fëmijë. Ai asnjëherë nuk e kërkoi vajzën e vet. Ja, asnjëherë. Por familjarët e tij, Një 2 familjarët e tij e dinin, por do ja kenë thënë ato bëse, por nuk është interesuar ndonjëherë ai për vajzën. sepse Elisa më tha që ai sot jeton në Selanik dhe është martuar dhe ka krijuar familjen. Po, nuk du t'ja prish jetën familjare se është gjynat. Por Paktën për fëmijën e vet të vinë të paktën ta takonte, jo për mua as du më taku fare. e qartë, e dashur Gashe, pasi ti u ndave nga Alfredi, nuk e vazhdove jetën tënde të krijoje një familje? Ja, Pse? Ka shumë e ke dashur atë njeri? ja, nuk doja sepse kur delesh gënyre nga një dhe dalesh dhe nga të tjerë të shgënyre është. A thash ma mirë 3 me vajzën se sa me kështu. Se po të dalin do një ma keq saj. Burrat, ku i ke bësim edhe të burrat? Marë si të Por besoj që jeta juaj ka qenë e vështirë. Po tani, e vështirë pa vështirë, gjithmonë e vështirë e kemi jetën, sikur është e atë para sot. Sot, je ndarë dhe me vajzën, se ka vajtur tek burri vajza, Elisa. Po, Por pse e martove kaq të vogël? Pse i the po? po pse i thash unë po apo jo këm gulte? E donte, Elisa. Po. Qofte lumtur, sinqerisht qofte lumtur vajza juaj. Elisa dha një mesazh ditën e sotme babait të vet nëse ai do na dëgjonte dhe unë jam e sigurt që ai do njoftohet për këtë live. E dashur Gashe, ju pas afro 18 viteve që jeni ndarë nga ai njeri, unë do doja që t'i përcjellje një mesazh Alfred Muratit në emër të Elisës, të vajzës tënde. Unë nuk e kam dalu ndoja, dhe në qofë sa ai do u kthente, unë nuk do të ndaloja vajzën më u taku me babaj se është gjaku vetë fundje. Nuk është se e ndaloj nga kjo pjesa, atë, ta takojnë vajzën e vetë. Se ndoshta ai mendon se unë do ta ndaloj ose do unë s'u ndaloj ndonjëherë. Po ai ka mend me ardhmë taku vajzën, le të vinë ka
Vajzën e vet. Nuk ka gjatë me ti. Nuk kam të bëm që në ndaj gjë. E dashur Gashe, Qosa ai ka kriju jetën dhe si ka thënë Gjekus vetë, unë nuk e di, me gëmy nga kjo pjesa tjetër. E dashur Gashe, ti pse nuk e drejtove gjykatës të kërkoje atësinë, sa ai nuk e dha atësinë e vajzës? Pse nuk e ke bërë këtë gjë vitën përpara? Nuk e kam bërë vitën më përpara për një arsye se unë kam mendu një gjë se kam thënë se mos vjen vetë ai me kërku vajzën me. Edhe nuk e kam kërku më thënë vërtet. Se tu mendu ma mirë të vinë vetë se sa të rrihet në për gjykata në për kësho. Por ai nuk erdhi. Nuk ka ardhë, ja. Sot e kësaj dita e goca pëm 18 vjeqe nuk ka ardhë. Edhe tot unë du me parë babin me njoftë se kush është. Elisën e ke këtu, përballë, jemi të treja përballë njëra tjetrës. Kur Elisa të ka pyetur fëmijë për babain, kush është babai im, besoj ka qenë e vështirë për ty. T'ja tregoje këtë histori. Po. Unë ja kam tregu historinë time, i kam thënë që babai jam ka praktikë që ku isha unë shtatzane. Ja kam tregu. Ja ke treguar. Elisa, sa vjeç ke qenë kur mami ta ka treguar këtë histori? Sa sa vjeç që mami? Ka qenë klasë para, klasë dyta, do ke qenë klasë, gjeti 8 vjeqe, 9 vjeqe do ke qenë. Por unë jam e sigurt e dashur Gashe që ti i ke folur për babain pa urrëtie, sepse u duk Elisa nuk ka urrëtie për babain, e kërkon. Nuk kam se ta ndaloj vajzën sepse kam një katakura me urry njerion, domethënë. Se Zoti thot pali njerëzit, nuk pot ma i meri. Njeriu takon. Ka drejtë Allahu. Unë uroj dhe shpresoj e dashur Gashe që vajza juaj ta takoj sa më shpejt babain dhe ty zemër Elisa të uroj që ta takosh sa më shpejt babain. Paçit Ku ka qenë vogël, po ka qenë kjo goca e vogël me shikulla atë do thot sa i ka ngjar babain. A di sa i ngjan babait vet goca? ma tha, Si 2 pika uji. ma tha që i ngjaj shumë babait Alfredit. Ku ka qenë e vogël, se tani dhe mund të ketë parë dhe nga unë edhe nga ai ka, domethënë po edhe nga unë mund të ketë, nuk e di domethënë se dalloj edhe Ka ngaluar 18 vite, ja ka harruar fytyrën dhe atit, e sigurt. Jo, nuk e një fare, kurse unë edhe unë edhe tani me parë rrugës unë kam memorien shumë të fortë, sado që jam 24 për 45, memoria nuk ka ikur. E qartë, je e re? Mos ma thuaj moshën sikur je shumë e madhe, je e re? E dashur, Gashe, mendo pak për veten tënde, mendo pak për jetën tënde. Iku tani mosha ime, tani s'kam më tani, Gashe, jemi pak a shumë bashkëmoshatare, nuk të ka ikur mosha, je e re. Jam po që duhet, jam mirë kësho. 20 vjeçare thuhet të paktën janë si 2 20 vjeçare, mendoje kështu. Ja, u shkri se qeshuri Elisa. Gjithsesi, ta jap si këshill, mendo pak për veten tënde, një herë jetohet. E di që jetohet një herë, me ty jam. Mos e mbyll jetën. Ke bërë shumë gabim, ma beso këtë gjë. Jeta është e bukur dhe duhet shijuar. Duhet shijuar, po unë që në për televizor që s'kam shikullë që s'ka ndodhë, për shumë, se... Por, jo gjithçka. Kur lidhja me ndonjë, ai nuk e ka gjë vajzën time. E dashur Gashe, jo gjithçka që jepet në media, në kronikën e zezë, është për të gjithashtu. Pa dyshim, ne themi nga skrapari pyll pa dëra nuk ka, por njeriu e vazhdon jetën. Tani që je fillikat e vetme, një vajzë që e kishe e martove e qove të burri, tani mendo për veten. S'është vonë.
Jo, jam mirë kështu, unë jam bule kështu, sa qef jam edhe të bile edhe kur e piket macchiato na disa më shiron. Kur je vetëm. Po, Mirë, ti e vendos vetë se si do jetosh, çfarë rrugë do ndjekësh, rëndësi ka që ti jesh e lumtur. do ma kur bëjnë vajza fëmija atër do jem ma e lumtur, domethënë se Kur të bësh gjyshe. e kam vajzën, e kam dritën e syve e kam. E marr me mend. Edhe Elisa të ka dritën e syve, edhe ti e ke dritën e syve, njëra tjetrën keni. Mirë, e dashur Gashe, unë të përqafoj, uroj që vajza të lidhet me babain, Elisa edhe ty zemër të përqafoj Të përqafoj. dhe uroj që të lidhesh me babin. Inshallah ja gjën se ai jeton në Selanik, se ka dëshirë më të madhe me e taktu. E urojmë këtë gjë, urojmë dhe shpresojmë dhe do mbetemi në kontakt dhe ju përshëndes nga Tirana. Mirupafshim. Faleminderit. Mirupafshim. Mirë të dashumishe, kemi ardhur në fund edhe për këtë live. Unë ju falenderoj që ndurat me mua deri në fund të kësaj video. Uroj dhe shpresoj që kjo 18 vjeçare ta njohë sa më shpejt babain e saj dhe i bëj një thirrje edhe zotit Alfred Murati nga Dibra, i cili është martuar, ka krijuar familjen e tij dhe jeton në Selanik, të reagojë dhe të kthej kokën pas, pasi ka një vajzë që e kërkon. Nëse dhe ju keni një histori për denoncuar dhe kërkoni që të jeni pjesë këtu në live më odetën, mos hezitoni të më shkruani në numrin tim të telefonit 069 9955 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj, por mund të më dërgoni mesazhe edhe në rrjetet e mia sociale, në Instagram dhe në Facebook me emrin Odeta Dumemandro dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëheni pjesë e kanalit tim zyrtar në YouTube, ku çdo paradite jam live me ju. Faleminderit dhe ritakohemi nesër.